And Mr. Emerson, just on your wording, there's no secret trial here. Well, that's with respect to matter of opinion. There is a trial, Mr. Emerson, that all of us want to be more public than it has been, and this is why we're having that session. There's no secret. I appreciate the terminology is unattractive, but that is my terminology. That's what I would Mr. describe. Emerson, you know better to choose the right words when you wish to. Kjo përballje mes Ben Emerson, ish avokati Kadri Veselit dhe gjyqtarit zviceran jo fort miqësor me mbrojtjen Zheno Metro, ndodhi kur kishin kaluar gati 3 muaj nga fillimi i dëgjimit të dëshmitarëve. Procesi që po gjykon kretë ushtrisë shkrimtare të Kosovës, duke e kriminalizuar edhe në qëllime, gjyqi që tenton ta rishkruajë tregimin për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, po zhvillohej në një errësirë të thellë për publikun. And we are drifting into a secret trial. 3 vjet më pas, kur salla seancave u mbyll për t'i lënë kohë nxjerrjes së vendimit, paralajmërimi i Emersonit u tregua se ishte shumë i saktë. Gjyqi ndaj Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit ishte gjyq sekret. Aktgjykimi që do të jepet me 16 shtator, do të bazohet në një proces që janë mbylli derën publikut. Private session. Nga rreth 270 dëshmitar, 138 janë dëshmi të dorëzuara me shkrim, për të cilat publiku nuk di asgjë. Rreth 70 dëshmitar janë paraqitur në seanca të mbyllura, vetëm rreth 50 të tjerë kanë qenë të hapur për publikun. Përballë këtyre shifrave, prokuroria ende përpiqet ta migullojë situatën. Trial hearings at the KSC are public, save for exceptional circumstances. Kur salla e seancave jehonte nga kërkesa për proces të hapur, prokuroria arsyetohej me pretendime për friksim të dëshmitarëve. Por në një moment ajo u zu ngusht dhe narrativa e saj doli se ishte e pasaktë. Any information where an intimidation occurred. Your Honor, I don't think I can discuss individual incidents or cases. You what? I don't think I can discuss individual incidents or cases. I'm not asking you to discuss individuals. I'm asking you, do you have any? Your Honor, we do not. Thank you. Në vende demokratike, një proces i hapur për publikun është parim universal i drejtësisë dhe drejtë themelore të akuzuarve. Çuditërisht, kjo nuk u respektua në speciale. Me mbylljen e seancave, qytetarët e Kosovës janë përjashtuar nga mundësia për ta kuptuar vërtetësinë e provave, besueshmërinë e dëshmitarëve, metodat e prokurorëve, pozicionimin e gjyqtarëve dhe argumentimet e ekipeve mbrojtëse. Dhe me të drejtë lim pyetja, çysh drejtësin do të shkruhet e thuhet ai vendim në emër të popullit. How on earth you're going to write a judgment that's meaningful about the evidence that's been heard in closed session? Pra, a mund ta legjitimoni një proces gjyqësor që ja përplasi dyert publikut dhe që ja shkelmoi parimet universale drejtësisë? Reviewing the SPO final submissions is like reading a movie review written by someone who didn't watch the movie. 6 vitet të procesit më të madh për luftën e Kosovës për liri kanë treguar qartë se gjykata speciale u mbyll sepse u friksua se një gjykim i hapur do të tregonte dobësinë e skajshme të provave, prejardhjen e dyshim të tyre dhe egzagerimin e lëndës përmes thashëthemeve dhe keq interpretimeve të qëllimshme. Kur gjyqtarët hartojnë vendime të bazuar në mbi 5400 prova dhe mbi 29000 faqe transkripte nga seancat, shumë prej të cilave të cenzuruara për publikun, nuk do të vendosin vetëm për Thaqin, Veselin, Krasniqin dhe Selimin. Do të vendosin nëse do të rishkruhet historia e lirisë së Kosovës në aleancë me Perëndimin nga një gjyq sekret e politik, me shumë devijime e pikpyetje të mëdha.